Shumë prindër shqiptar nuk kanë lënë pasuri të mëdha, as prona, as pasaporta të huaja, por kanë lënë diçka shumë më të çmuar, amanetin. Mos haro rënjët, birë, mos haro gjuhën, vendin, njerëzit e tu. Janë fjalë që duken të thjeshta, por mbartin gjithë historinë e një kombi që ka mësuar të mos haroj kush është, sado larg të shkojë. Mërgjimtari mund të ndërtojë jetë të re, të rrisë fëmijët në një botë tjetër, por brenda zemrës së tij gjithmonë jeton zëri i nënës që thotë: mos e haro tokën që të rriti. Dhe kur kthehet, pas shumë vitesh, e ndjen atë tokë ndryshe, si diçka që e ka thirrur gjithmonë. Amaneti i prindërve tanë është më shumë se fjalë, është kujtesë, është rënje, është dashuri për një vend që ndoshta se ke më përdit përpara syve, por e mban gjithmonë në shpirt, sepse mund të ndryshosh vendin, gjuhën, mënyrën e jetesës për gjakun, kujtimin dhe dashurinë për atë që të rriti, nuk i ndryshon dot. Kështu që, kujtoje gjithmonë amanetin, jo si detyrim, por si dhuratë më të bukur që ta kanë lënë ata që s'të kërkuan asgjë, veç se të mos harrosh kush je.